Studentët e Fakultetit të Shkencave të Edukimit dhe Shkencave Shoqërore kanë zhvilluar një takim me shkrimtarin e letërsisë për fëmijë dhe dramaturgun shkodran Mustafa Tukaj. Pedagogja Elinda Dibra, organizatore e këtij takimi, vlerëson kontributin 40 vjeçar të shkrimtarit. Është për të vlerësuar, por njëkohësisht edhe për të tërhequr vëmendjen e kritikës që të jenë më të kujdesshëm karshi veprës së Tukajt, pasi është një vepër e cila rrog tematika të gjëra, ka një galeri personazhesh, profesori njeh mirë grup moshat për cilat në vepër diskutohet, janë jo thjesht një galeri personazhesh, por edhe tematika të gjëra që rrogun edhe aktualitetin e ditës së sotme. Shkrimtari Tukaj tregon pse letërsia për fëmijë është kaq e rëndësishme. Përmes kësaj letërsie shqiptare apo të përbotshme, sigurisht me kryeveprat botnore, po edhe letërsia shqipe, fëmia edukohet, mëson shumë, fillon të doj librin, gjë për të cilën unë, me thënë drejtën, kam shumë më dhënë në shpirt, sepse shumë pak po lexohet fatkeqësisht me çfarë shifet. Dhe janë pikërisht sfidanishja e ardhmës. Këto fëmijë do të jenë nesër, mos nesër, mjekët tanë, inxhinierët tanë, kozmonautët tanë, në gjitha drejtimet, dhe këtu fillon gjithçka. Tek kjo letërsi për fëmijë. Ky takim u zhvillua në kuadër të lëndës letërsi për fëmijë dhe të rinj.